Po mendosha sot se sa anra, plane, qëllime dhe sa rini është djeg edhe hup mundësia për me zbulu talentet dhe aftësitë e tyre profesionale prej mungesës së një miku për me mri tek veni i punës dhe tek qëllimet e tyre në jetë. Pikërisht sot, në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, u vendos krijimi i komisionit posaçëm të etikës për luftën kundër nepotizmit, ose ndryshe mikut. Mes shumë burokracive dhe problemeve që ka administrata, pikërisht nepotizmi është një problemet më të mëdha që ajo ka sot për sot. Sigurisht që është një fenomen me rrajt forta, i ka hershëm në shoqërinë tonë shqiptare, ndoshta masë shekullor besoj, por tu pas parasysh domet që ka shkaktu, grymjen që ka bërë drejtësisë, prishjen e balancave të përfaqësimit publik, besoj se ngritja e një komisioni shumë serioz ishte domosdoshme. Si pjesë e këtij komisionit, për pikë së pari si qytetare e këtij veni dhe si një re, besoj se është urgjente dhe domosdoshme që ngrihen mekanizmat posaçëm për me zbartu me përpikmëri dhe me drejtësi luftën ndaj nepotizmit. Do jetë rrugë e vështirë, por shpresoj dhe do të punoj që shoqëria shqiptare të arrijë për me pa rezultatet kësaj pune. Ju përshëndes.